Në shtëpinë e birës, krahas birës së parë shqiptare, kryefjalës së kësaj feste, bira Korça, gatimet tradicionale të përgatitura me produkte të freskëta dhe me shije që karakterizon kuzhinën korçare, kanë lënë gjithashtu përshtypje tek vizitorët. Sot do të zbulojmë më nga afër disa prej tyre, nga mishrat e deri tek gatimet e tjera që serviren në këtë ambient nga kuzhinieri i shtëpisë së birës. Do të ndalemi tek përbërësit, mënyra e përgatitjes dhe ajo që i bën këto gatime kaq të veçanta. Nga mishi tek pjatat tradicionale dhe specialitetet që shoqërohen më së miri me një bira Korça, dhe le të zbulojmë se çfarë ofron kuzhina e shtëpisë së birës apo cilat janë ato gatime që nuk duhet të mungojnë në tavolinë. Cilat janë ato gatime që ne do prezantojmë sot në tavolinë? Sot në tavolinë do prezantojmë ushqime që janë më të kërkuarat nga klientët dhe që janë tipike korçare dhe bio. Ne nisim me kënaqësin që është një nga ushqimet më të preferuara dhe traditë e qytetit tonë. Është paridajqa e Gicit, një paridajqa e bio dhe nga më të kërkuarat. Kemi lukanikun e fshatit, që po ashtu është një nga më të kërkuarit, është bërzolla e Viçit, dhe që është bio dhe një nga ushqimet më me vlerë që mund të kemi. Kemi suxhukun, që është pikant dhe vërtet cilësor. Kemi dhe brinjën e Viçit, që është që kemi të shoqëruar me bira Korça, që e lëm afro 10 orë në furrë, që të dalë sa më mirë. Pastaj janë dhe këto asortimentet e tjera që është kaçkavalli, që është shoqëruesi kryesor i birës, patatja. Në shtëpinë e birës Korça, një ndër pjatat kryesore që ofrohet për vizitorët mbetet mishi në të gjitha trajtat e gatimit, nga i furrës e deri te mishi i pjekur në zgar. Shefi i kuzhinës zbulon se sekreti i recetës së përgatitjes së brinjëve është pikërisht shuarja e mishit me birën Korça, duke i dhënë një shije të pakrahasueshme. Brinjën e Viçit ne e përgatitim në një mënyrë tradicionale dhe vërtet të shijshëm, sidomos nga që e shuajmë me birën Korça, që është një nga birat më të mira në treg, kënaqësia pastaj që është një nga kënaqësit që mund të ketë më e mira në qytet, që vërtet është një ushqim që kërkojnë dhe është dhe traditë e qytetit. Ndërkohë, çfarë tavash të tjera kërkojnë klientët këtu, sidomos ata klientët e vjetër që janë mësuar tashmë me shtëpinë e birës? Klientët, sidomos në dimër, klientët kërkojnë tava tradicionale që ne bëjmë. Është tava, kemi pllaqit, që është fërgesa me gjith. Kemi lakrorin në saç, kemi petullat e fshira, kemi shumë gjëra. Ka raste kur klienti ja u le ju në dorë që të zgjidhni për ta? Po. Ka shumë raste, sidomos tash në sezonin e fluksit, klientët na lënë në dorë dhe ne u nxjerrim një tip miksi dhe lënë në dorën tonë dhe ne mundohemi të gjejmë ato ushqime që janë vërtet cilësore dhe klienti të kënaqet. Dhe vërtet çdo klient që na ka lënë në dorë të kuzhinës, çdo gjë ka dalë shumë mirë dhe klienti është i kënaqur. Sa rëndësi ka përdorimi i produkteve të freskëta në kuzhinën e shtëpisë së birës? Ushqimet e freskëta dhe bio është gjëja më kryesore dhe më e rëndësishme që ne kemi, sepse është diçka që i vete klientit, për ne klienti është mbret. Dhe me ushqimet bio dhe me cilësore bëjmë klientin për veten tonë, që ai të shoqërojë dhe birën që është një nga birat më të mira në Shqipëri. Veç përgatitjes, një rëndësi të veçantë ka edhe servirja e mishit, ku shefi i kuzhinës e demonstron enkas për shikuesit e News 24. Si e servirni brinjën, a mund ta demonstroni pak? Po. Brinja vetë në tavolinë kështu, siç e kërkon klienti, dhe ne e shërbejmë tavolinë në mënyrë A ju pyesin klientët për përbërësit? Klientët kanë ngelur të kënaqur dhe thonë çfarë sekreti ka që del kaq e shijshme. Sekreti i kësaj është bira Korça. Shojtura me birën Korça, i jep një shije të paparë, sepse lihet në marinin për disa orë me bira Korçën, pastaj futet në një temperaturë në furrë, në një temperaturë të vogël, në rreth 140-150 gradë. Në shtëpinë e birës Korça, gatimet tradicionale shqiptare dhe specialitetet e kuzhinës korçare mbeten po aq të larmishme sa dhe atmosfera që e karakterizon, duke dhuruar për të pranishmit një përvojë fantastike, plot shije, muzikë dhe birë të mirë.